Të nderuar të ftuar, i nderuar auditor, jemi mbledhur sërish këtu në këtë tubim për të nderuar demokracinë, që nëpërmjet këtij simboli të përkujtojmë e të nderojmë një nga figurat më të shquara të kombit tonë, rilindasin, kolloqin e mendimit filozofik, enciklopedikun e madh të kohës, patriotin Hafiz Ali Korça. Ky burr liridashës, mësues e teolog i madh, nuk rreshti tërë jetën e tij së shkruajturi me bën, dhe pse peripecitë e jetës së tij plot bujtje e skamje ishin të diktuara nga njerëz keqbërës e të dalë fare, siç dhe e trajtoi regjimi despotik komunist dhe ndyrësira Enver Hoxha. Ky tubim që mbahet sot në këtë qytet mikpritës e bujar, trim e patriot i takon e gjithë kombit, sepse dhe vetë Hafiz Ali Korça punoi për të me pende e kusht për gjithë kombin. Të nderuar zonja të drejtë, jemi mbledhur sot në këtë sallë për të kujtuar mendimin patriotin Hafiz Ali Korça, që gjatë gjithë jetës së vet mendoi, luftoi dhe punoi për kombin shqiptar. Hafiz Ali Korça është një figurë e dimensionit të madh kombëtare, që i një politik që shpikashur e hikmas patriotit, ushtar i lirisë, poet e shkrimtar, gjurtar e shkrues, teolog i fesë islame dhe të gjitha njeri i vërtet që humanizmin dhe besimin tek Zoti u kërkoi për hap fare dashurisë e mirësisë krishtianëshme. E urrente komunizmin se bolshevizmi është shkatrimi i njerëzimit shkruajtur ai qysh në vitin 1925. Kavaja e futi Hafiz Ali Korçën në gjendjen e vet, duke u bërë për të një vendindje e dytë, se kavajës gjithmonë kishin urryer diktaturën dhe ndjenin e veri për vitet e sundimit komunist dhe për diktatorin. Këto vlerësime të larta për figurën e tij bën realitet vetëm në epokën e demokracisë, që është epoka e lirisë së vërtetë, e mendimit dhe iniciativës së lirë të individit që gjen vetveten në hapësirën demokratike të shtetit të ri që po të përshtat. Ne të këshillit të rreth, falenderoj shoqatën patriotike barakontare Baramxhani si organizuese e këtij tubimi. Hafiz Ali Korça, apostol i Shqipërisë, preferon Zoti Ali Shaman. Klerik të nderuar, miqtë të ftuar, zonja dhe zotëri bashkëqytetarë. Në terminalin e një shembulli spiritës me cilin po përgatitemi të ndalë. Në përgjim të shekullit dhe mijëvjeçarit të ri, ne të gjithë shqiptarët i kemi rivend vetës një shansë rilindje. Pasi të rilindesh në vetja është shumë më vështirë se sa të të lindin të tjerës. Të quar atë për masa reale. Nuk është fjala thjesht për të hedhur dritë mbi pjesë të harruara e të plorosura të historisë kombëtare, por për ta shliruar plotësisht ato pjesë të rëndësishme të pazëvendësueshme të vetës, është pjesa jone ndaluar, por është një herë e harruar. Ai ka zënë një herë vendin e tij të pashpërsueshëm në panteonin kombëtar pranë Kristoforidhit, Nëjmë Frashërit, Sami Frashërit, Hasan Hasinit, Gjergj Fishtës, Pajkonicës, Fanolit dhe të tjerëve akoma. Dhe për fatin e tij të çuditshëm, arresta zyrtare ka nisur të ndeshkoja të gjysh herët për shkak të intolerancës konstante të tij ndaj dhunës dhe padrejtisë dhe parakujtesës për të shkuar dhe për të ardhmen në mënyrë që ato të mos këmbejnë njëra tjetrën. Hafiz Ali Korça është ndër ato të pakë rilindas që gjithë jetën e tij gjatë e kaloi në Shqipëri. Ndër të rradhat që mbjetuan dhe pas vendosjes së regjimit bolshevik obskurantist të Enver Hoxhës, duke parë me sytë e tij shkatrimin e njeriut, fesë, kombit, varfërimin ekonomik të vendit dhe ankandin e idealeve të shqiptarizmës, në mënyra tejet njerëzore dhe monstruoze, nga që kishte denoncuar dhe paralajmëruar vite më parë në veprën bolshevizma shkatrimi i njerëzimit. Për të lëvizur në godinë e kulturës, shkollës, letërsisë shqiptare, por dhe me gjëra tjera. Ai bashkon personalitetin e tij në atë të rilindjes së madh që dallohet nga shumëllojshmëria e shprehjes dhe kontributit. Mbledhës e komandanti i çeve të para të rilindjes, atletar idealist, dishepull i Nëjmë Frashërit, metodist, publicist, moralist dhe folklorist, politikan e shtetar, mendoj se kemi përshkruar kështu në linjat përgjithshme personalitetin e tij në gjendjen e tij tanishme të njohjes. Po ashtu që herët i shkruajnë dëshmimet e pavotuara autobiografike që na ndodhen në dorë, ka nisur bjeshore.
Provat e para serioze I takojnë moshës 17-18 vjeçare e janë përshtatje e prava me temë fetare orientale Muhamet Ateniu dhe Jusufi Zelihaja. Përfshirja vepra më madhore në kësaj periudhe është histori e shenjtë në Miravargj, për cilën është mbiquajtur Firdausi shqiptar. E kësaj periudhe është në një përkthim prej sanskritistes që së bashku me turqishten, arabishten, persishten e frëngjishten janë rreth i gjuhëve që zotronte Hafiz Ali Koçu. Më 1901 për të shpëtuar për ndjekjen e Delkomit, sikur se thotë, në malet e Shqipërisë, ku mblodhi drejtoi çetën e 50 fidaive të devotët, e cila është në të parat çeta të organizuara të periudhës së lindjes kombëtare, që punonin në shkollën shqipe dhe alfabetin shqip, me shkronjë latine. Gazeta Aksham, që ditë në Stamboll, me 903 shkruan. Sikur se dini, Koça është çerdhja e latinxhinit. Tashti për me I dërë ujë shqufuri në rrojnë të tyre shkolla shqipe po ju mbyllet, për të listat e gjeografinë të rrjetës Romania dhe Palestinë. Kundërshtar I përdejmit despotik të Abdul Hamid. Ai u bashkua dhe ndihmoi lëvizjen kushtetuese të Turqisë që po duke shpresuar se konstitucioni e liria, që pretendoi do të krijojë shanse për të realizuar disa prej interesave kombëtare si që ndërprimi I Durrës, hapja e shkollës shqipe. Në përndjekjen të shkime, megjithse diçka arriti të shkëpusin prej saj Hafiz Aliu dhe patriotë të tjerë. Në kongresin e Elbasanit, që çoi në çelën e para shkollës shqipe të mesme normale së Elbasanit. Ai do të luajë në kongresin e Tibrës më 1910, ku mblodhën 300 historistë në gjitha shkollat e Shqipërisë, fitoi mbi rezistencën dhe krahun konservator prozultar. Realizoi tubim me madh të shprehjeve shqipe në Korçë. Rreth 15 vet përcollën fjalën e tij në mbështetje të Kongresit të Manastirit dhe shkronjave shqipe. Pas tubimit në qendrën e prefekturës së Korçës, njerëzit që mbanin institutet e tyre Hafiz Aliun shkonin drejt kodrave të Shëndilias për të testuar. Të nderuar të pranishëm, të nderuara të pranishme, të nderuar të presidiumit. Ndjej një kënaqësi të veçantë që sot më jepet rasti të them dhe unë 5 fjalë mbi veprimtarinë e Hafiz Ali Korçës në lëmin e arsim kulturës shqiptare dhe arabo-persiane. Hafiz Ali Korça, siç u tha, ka lindur në 1870, birë e një familjeje djetashse. Ndoqi me këmbgulje e guxim shembullor udhën e pararendës vetë dhe të atletarëve të tjerë djetashës e në mënyrë të veçantë atë të Naim Frashëri, mësimet e të cilit I mbajti për herë parasysh dhe I vuri besnikërisht pik për pik në përdorim gjatë tërë veprimtarisë së tij. Vjeçari Hafiz Ali Korça zëri të jepte mësime falas në shkollën shqipe të djemve në Korçë. Gjë që e vazhdoi andaj e pa ndërprerje gjatë tërë viteve të jetës së asaj shkolle me përjashtim të kohës së burgimit të internetit. Shkollë e mesme ulët, Hafiz Ali Korça u shqua edhe në drejtë. Policia I kishte kapur shumë fletore e libra shqip, ndër të cilat edhe librat Skënderbeu dhe Qerbelaja. Të universitetje. Natyrë e gjallë, zhvilluar në teorimet dhe veprimtarinë e vet, pa kur parë ndrojtje afrike, I pa mashtrueshëm nga lajkat e Ases, Besenbakçit dhe renegat, shidjet fetare dhe zejet e ndryshme. Po kjo s'mund të bëhet kulturë. Në mbështetje të gjykimit të vet, më deri ai vret. Mos mësuam mjeshtërira, mos ditëm si bëhet barutika, si bëhet pushka, si bëhet topi mi qëruar e mi shpejt që ta hedhë plumbin e hyrjen më lartë se prej arba mbrojmë më mëdhenën. Duke vazhduar mendimin e vet, ai theksonte se pikërisht nga padituria
bëri do të tjerë. Vetëm pas shumë vjetësh, ai mundi të pinte Asamblen Islamike Shqiptare, keni përrin kapunarë, përrin protokollin, sa një fuqiterën dhe tjerë, ju përveshën punët ati në vetë. Djetarët tanë, dhe Poema 7 ëndër të Shqipërisë, ose të ndryshe variacion mbi 7 palete të Shqipërisë. Fati i poemës 7 ëndrat të Shqipërisë është i njëjtë me një pjesë të fatit të profesor Hatis Ali Korçës për mundje në vorbujt e mjegullave të re dhe të havesës. Duke qenë ma e lartë, Hatis Ali Korça pati edhe fate të tjera, ato fate që i ka çdo ma e lartë. Të majtë të larta, për mbamet e vete i mundësi të përgjeshme. Ato shumë të zjasin janë të përkoshme, e përgjeshme është ajo, maja e lartë. I vendosur në kontekstin e analizës, ky konstatim do të tingëllonte. Rreza zhduket dhe rambete, ose thënë në latinisht e këtij latinqiu në fusha të mallkuar, tek 7 ëndrat e Shqipërisë është një art i madh, një art që jeton gjatë jo do si do, por çikërima e vogëlima, paqin këto edhe vezullimën e arit, është e bukur. Ky testament është ndërtuar mbi bazën e dy kriterëve. I pari, kriteri i manualit dhe i dyti i Bademekut. Megjithëse nuk ja prin kokën provditje e regjuar nga mosha dhe bariti nuk humbi i për Hatis Ali Korçës, sepse ai ishte kavajer. Është e vërtetë se ai ishte kavajer. Ashtu siç nuk ishte Tiranës, Tursak, Shijakës, Zibran, Elbasanët, Shkodran, madje edhe Kosharë. Prehet përgjithmonë. Vepra e Hatis Ali Korçës është bërë objekt trajtimi nga shumë studiues të cilët e kanë parë veprimtarinë e tij në shumë drejtime, në atë patriotik, atë letrar, historik e social. Më pak nga të gjitha është trajtuar kontributi i tij si teolog dhe edukator, një paradoks ky nëse do të vihet në balancë opusi i tij teologjik në gjuhën shqipe. Nga të 27 veprat e shkruara prej tij, 11 kanë përmbajtje teologjike dhe etike islame, ndërsa të tjerat i përkasin tematikave të tjera. Në grupin e parë bëjnë pjesë në fare në artikujt e shkruar për Hatis Ali Korçën. Është e kuptueshme edukatori me sociologun, historiani me autorin e Mevludit. Të artistë klerikale islame, por edhe të asaj botrore. Në atë shariatit, pedagog me medresene e përgjithshme si dhe mëdhërisht. Duke u kufizuar në kufijtë e veprimtarisë të tij si teolog dhe edukator i mendimit teorik islam në shtresat intelektuale shqiptare dhe 3 nevoja e fesë dhe dëmet nga komunizmi. Të programuar dhe të përfshirë në shkolla shtetërore. Këtu Hafiz Aliu e konsideronte pajisjen e nxënësve në arsim fetar një domosdoshmëri. Ditëm të ky podium, por t'ju sjell para jush një segment të harruar të jetës së Hatis Ali Korçës, siç është vdekja, më është dashur të takoj plot qytetar të moshuar të qytetit tonë. Në biseda me të, kemi mbledhur plot kujtime, që në një kohë të ashme, me një punë të kujdesshme mund bësh një libër për patriotin e orëve të para të rilindjes kombëtare. Poetin që me vargjet e tija perla i ngjason birbilit, për kthysit që i bëri mjaft kryevepra të letërsisë botërore të flasin shqip. Ky njeri, që kohës i vjen rrallë me tërë këto atribute, meritonte nga atë dheu të cilit i kushtoi gjithë jetën e tij një memorial. Komunizmi e bëri popullit thjesht i qytetit tonë, që për Hatis Ali Korçën theu në përmendore zemrën dhe shpirtin. Ka njerëz që lidhen fort pas diçkaje e prej saj nuk dalën letë, dhe Hatis Ali Korça e hapi dhe mbylli siparin e jetës së tij me gërmën këtë. Në këtë gërm u lidhën. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ma'al muhsinin. Sadakallahu al-azim.